Njeriu që nuk duhej të vdiste kurrë, Shqipëria dhe regjimi i Enver Hoxhës është libri me autor Giovanni Verga, që u prezantua në mjediset e Universitetit Luiç Gurakuçi të Shkodrës me iniciativën e shoqatës së ishtëpërndjekurve politik. Për 4 dekada nga shpallja e Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë në 1946 dhe deri në vdekjen e Enver Hoxhës në 1985, vendi përfaqësoi pothuajse një vrim të zezë për të cilën ishte shumë e vështirë të kishte informacion dhe me të cilin ishte e pamundur të kishte dialog. Libri Vergës rindërton klimën që mbizotronte në ato vite, nën thikën e një nga policive sekrete më të frikshme, sigurimit të shtetit. Ripërtërin lidhjen ideologjike dhe personalitetin e Enver Hoxhës me krimin e një regjimi hakmarrës dhe brenda tij depërtues, dhe bën këtë përmes intervistave dhe tregimeve të drejtpërdrejta të atyre që pësuan represionin e policisë sekrete dhe valje të ndryshme të pastrimeve që goditën edhe burrat e aparateve të larta shtetërore. Për ne si institucion, për mua personalisht si rektor është nder i veçantë, por dhe detyrim i institucioneve të arsimit lartë për të bashkëpunuar me shoqatën e ishtëpërndjekurve politik, për të analizuar të kaluarën në pikpamje shkencore, jo në mënyrë folklorike. E kaluara është histori, por qëndrimet dhe sjelljet e shqiptarëve sot ndaj tranzicionit demokratik dhe demokracisë në përgjithësi ndikohen, siç dihet, në një masë të konsiderueshme nga e kaluar atyre historike dhe i ka rënjet pikërisht tek sjellja e brezave të mëparshëm. Ky botim është i kompletuar dhe na jep një pikturë të qartë të kohës së regjimit komunist dhe mungesës së legjitimitetit të pushtetit të kohës në kuptimin weberian të fjalës, pasi legitimiteti i pushtetit nuk ishte për shkak të një procesi të trashëguar ose procedurave ligjore, as të një konsensusi të gjerë popullor, por të arbitraritetit dhe represionit, gjoja dhe të figurës karizmatike. Vepra dhe dokumentacioni me cilën ajo është ndërtuar pasqyron realisht mekanizmat shtypës të një regjimi autoritar, traumat që ky regjim shkaktoi në jetën e individëve dhe familjeve, si dhe rrugtimin e vështirë të Shqipërisë drejt demokracisë dhe përballjen me të kaluarën. Ajo mbështetet në fakte historike dhe përvoja personale, duke ofruar një pasqyrë të thëdhuar të një periudhe që ka lënë gjumë të pashlyeshme në ndërgjegjen kolektive shqiptare. Pikërisht në momentin kur bota përparimtare shkatroi bishën fashiste, një kulshedër prej linjes Juvërsul Shqipnisë, ngjyrën e kishte të kuqe dhe me gjak njollosi tokën armënore. Me demagogji, por edhe me dhunë që rëditi mendjen naive të njerëzve të thjeshtë. Për me sunu dhe mi shërby politikës së huaj, eliminoi me metodat më të ulta mendjet më të ngrituna të shqiptarëve. Tema kryesore e vëllimit është pikërisht reagimi i regjimit ndaj çdo opozite, edhe pse kjo e fundit ka qenë gjithmonë e paaftë të merrte një konfigurim të strukturuar dhe të pranishëm në trupin social shqiptar. Ky nuk është një libër historie, por një libër me histori. Është një libër me një kulazh historish të vërteta jete, të treguara pothuajse gjithmonë drejt për drejt në formë interviste, të cilat në tërësinë e tyre zbulojnë personalitetin e deformuar të Enver Hoxhës, i cili krijoi një lloj shteti unik, shtet policor dhe famkeq. Ky njeri për shumë motive ka lënë gjurmë në historinë europiane, por që është pak i studiuar, pak i përfolur dhe i harruar. Nuk po flas për Shqipërinë, por për Europën dhe botën. Ata duhet ta njohin. Është një kapitull i mbyllur, por për ne të huajt duhet ta njohim dhe të mësojmë nga kaluara. Pse libri quhet Njeriu që nuk duhet të vdiste kurrë, ishte një slogan i propagandës së asaj kohe, propagandë dhe regjim, të cilat krijuan një burg në zemër të Europës. Objektivi është të vjet një lupë mbi çështje që ndryshe do të kalonin pa u vënë re, përkatësisht për një popull që ka qenë në gjendje të përballej me periudha të komplikuara dhe ndryshime të papritura, me një migrim të madh që krijoi në Itali pas viteve 90 diasporën më të madhe pas asaj romune.